Të nderuar përfaqësues të medjave, pas publikimit të fakteve se në regjistrin qendror janë realizuar 40 avancime pas një shqiptar, kjo çështje më nuk mund të trajtohet si një devim administrativ, është një akt i shëmtuar që kërkon përgjegjësi të menjëhershme. Kur në një institucion publik përjashtohet në mënyrë absolute një komunitet i tërë, kjo tregon për një vendimarrje të njëanshme dhe cenim të drejtë të parimit të përfaqësimit të drejtë. Për këtë arsye kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të drejtorit të regjistrit qendror si akt minimal i përgjegjësisë. Përgjegjësi politike nga kryeministri, sepse kjo qasje po krijon perceptimin e një praktike të përsëritur që dëmton besimin në institucionet shtetërore. Përgjegjësi të drejtë për drejtë gjithashtu nga përfaqësuesit e vlenit në qeveri, të cilët kanë dështuar në mbrojtjen e përfaqësimit të drejtë dhe kanë treguar në mënyrë më të qartë se si nuk duhet të përfaqësohen qytetarët, andaj kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të tyre. Kjo mënyrë veprimi prodhon pasoja reale në kohezionin shoqëror dhe në funksionimin e një shteti multietnik. Andaj bërim thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të ndjek me vëmendje këto zhvillime dhe të veprojë në mënyrë parandaluese. Në veçanti bëjmë thirrje misionit të OSBE-së në Shkup që të jetë në nivelin e detyrës së tij dhe të aktivizojë mekanizmat e hershëm të reagimit dhe parandalimit që ka në dispozicion për të adresuar situata që prekin parimet e përfaqësimit të barabartë dhe të drejtave të komuniteteve. Institucionet publike duhet të reflektojnë përbërjen e shoqërisë të cilës u shërbejnë. Ju falemnderit.